Të ndëruar inxhinier, ekspert, përfaqësues të mediave dhe të gjithë ju të pranishëm. Është një vlerë dhe kënaqësi e veçantë për mua si përfaqësues i hekurullat të Kosovës, të jem sot me ju në këtë akt solenitetit hekurore Durrës Prishtinë. Rruga hekurore, por ky projekt të vetë ka impakt strategjik ekonomik dhe face. So our aim was to utilize the railway lines as much as we can and find suitable connection points and running to the Juggler. Option 2. Options. Each options that we were showing had their advantages and disadvantages. The new alignment starts at Shkodra stations and follows the valley and runs to the people living in this area. And this station will also provide access to trains coming from Kosovo running to Montenegro. This is the station, the railway alignment follows the valley. The terrain becomes flat and less challenging. After Jacob Nderuar zonja zëvendës kryeministre Balluku, i nderuar Ministri i Qeverisë Kosovës, Zoti Aliu, i nderuar Zoti Malaj, Ministri i Financave, i nderuar Zoti Gjini, Kryetari i Komunës së Gjakovës, i nderuar zonja Mimoza Kusari, të nderuar kolegë, profesionistë dhe qytetarë të Shkodrës. Sot është një ditë e shënuar për gjithë qarkun e Shkodrës, për veriun e Shqipërisë, për Gjakovën, për rafshin e Dukagjinit. Jemi mbledhur për diskutuar një nga projektet madhore të kombit shqiptar, ndërtimin e hekurudhës Kuqezi, një lidhje moderne e hekurudhore midis Shqipërisë dhe Kosovës, përmes ndërtimit të një segmenti krejtësisht të ri Shkodër-Gjakovë. Ky është padyshim një ndër projektet më strategjike për Shkodrën dhe për lidhjen e saj të drejtë për drejtë me Gjakovën dhe gjithë Kosovën. Një ndër shumë dekadëshe që po bëhet realitet. Një lidhje vërtet historike, kulturore dhe ekonomike për shqiptarët në të dy anët e kufirit. Dua të falenderoj të dy qeverit për vullnetin dhe vendosmërinë e treguar për ndërtimin e kësaj hekurudhe dhe për vendimin që traseja të kalojë përmes Shkodrës në luginën e Kirit, më pas përgjatë Drinit, për të lidhur Metropojën, Gjakovën dhe gjithë Kosovën. Për fat keq, në të kaluarën Shkodra u anashkalua në projektin e autostradës kombit. Por sot, fal vizionit që qeveria aktuale e Shqipërisë dhe Kosovës, hekurudha do të kalojë përmes qarkut të Shkodrës. Kjo është një nga vendimet më strategjike për dekada
që vinë dhe vendos Shkodrën në kryqëzimin e 2 linjave hekurudhore ndërkombëtare drejt malit të Zi dhe drejt Kosovës, duke lidhur kështu drejt për drejt me rrjetin europian hekurudhor. Kjo është një mundësi jashtëzakonshme për zhvillimin ekonomik të rajonit. Shkodra mund të shndrohet në një nyje të rëndësishme, logjistike, infrastrukturore dhe qendër të prodhimit dhe të eksportit. Në të njëjtën kohë, kjo pozitë e re i jep potencial të jashtëzakonshëm turistik. Nga bredeti i Adriatikut dhe liçeni i Shkodrës, te trashëgimia kulturore e qyteteve tona dhe bukuritë e pakrahastueshme të Alpeve shqiptare. Segmenti 100 km Shkodër-Gjakov do të jetë një vepër inxhinierike madhështore, me 35 km tunele dhe 43 ura do të përshkohet në më pak se në 1 orë me 7 stacione për gjatë rrugës. Me rëndësi të veçantë është dhe nisja këtë vit e investimit në hekurudhën Vlorë, Shkodër-Hani Hotit, që bashkë me autostradën Adriatiko-Joniane, me financimin europian, do të pozicionojnë Shkodrën si një nga pikat më të favorshme të zhvillimit në rajon deri në vitin 2030. Faleminderit të gjithëve për angazhimin dhe suksese në këtë sfidë të re të bukur infrastrukturore, ndoshta më të rëndësishmen për shqiptarët në vitet që vinë. Faleminderit. Vërtet kam shumë kënaqësi që po japim fund një fazë të rëndësishme një projekti të madh të 2 vendeve, dy republikave, Republikës Kosovës, Republikës së Shqipërisë, një lidhje mes 2 qyteteve spari, Gjakovës dhe Shkodrës, që na sjell emocione tek shqiptarët përgjithsisht, mes 2 qyteteve Prishtinës dhe Durrësit, por kur dalim për te kësaj e shohim që nuk është thjesht lidhje mes qytetesh dhe vetëm lidhje që i bashkon vetëm shqiptarët, po është një lidhje e re e cila do t'i shërbej gjithë rajonit, do t'i shërbej për afrimit të gjitha vendeve të rajonit, të kenë edhe lidhje ekonomike mes vete, edhe komunikim të lehtë, por edhe ndërvarësi ekonomike që në një mënyrë do të krijojë edhe normalizim të plotë të gjithë rajonit. Kur themi Durrësi lidhet me Prishtinën, e nënkuptojmë lidhjen e korridorit blu me korridorin 10 dhe me korridorin 8. E shohim lidhjen mes mallrave që mund të lidhen nga Varna e deri në Durrës, që i bie nga deti i Zi e deri në detin Adriatik. Këtu e shohim edhe portin e Tivarit, i cili nuk do ketë rrugë tjetër më të mirë për post nga Shkodra. Këtu e shohim Shkodrën, e cila në raport me Podgoricën, Ulqinin, Tivarin, e në raport me Gjakovën, e gjithë veriun, e merr pozicionin çfarë e ka ataku historikisht. Këtu e shohim lidhjen e Kosovës me Shkodrën, këtu e shohim edhe lidhjen edhe të Vlorës madje përmes korridorit jon Adriatik me Mitrovicën. Nga Prishtina aktualisht është në rehabilitim e sipër linja 10, e cila këtë linjë hekurudhore, këto 2 porte, i lidh edhe me Shkupin, i lidh edhe në veri me Mitrovicën, Leshakun e deri në korridorin 10, respektivisht në korridorin panevropiane të Vjenës, e pashtu edhe në lindje drejt Dimitrovgradit e Sofjes e deri në Varne. Këto janë në përlinjat ekzistuese të cilat do të rehabilitohen brenda Republikës Kosovës dhe janë në projekte sipër duke u rehabilituar. Një pjesë e tyre janë në rehabilitim e sipër, një pjesë janë në fazë të studimeve dhe të projekteve preliminare, edhe po ashtu edhe linja e radhës që do të jetë ajo nga Podujeva që do të ketë projekt preliminar së shpejti. Por ajo që do të pasoj e që do të shkurtoj edhe akoma më shumë këto rrugë është një studim i radhës i cili nga Gjakova do të dalë në Ferizaj përmes Ferrandës dhe i bie të kaloj nëpër malet e Sharrit, që është nga zona e Ferrandës, që është në Budakovë, dhe ndalë në pjesën e Ferizajt në Rodime, e më pastaj të lidhet me Gjilanin, dhe kjo të jetë shumë afër korridorit 10 në Bujanovc,
e që në një mënyrë do të bëjë një lidhje të pashkputur njëjtë sikur autostrada nga Bujanovci e deri në Durrës, ku edhe atje jetojnë shqiptarët do të kenë lidhjet e kurorëdore të veta. Por prap, kur po them, po e përmend Bujanovcin, pavarësisht janë shqiptarët atje, aty është pikërisht aty kalon korridori 10 dhe bëhet një lidhje jashtëzakonisht e shpejtë dhe e shkurtër me korridorin 10 që do të jetë edhe në funksion të gjithë rajonit. Unë jam shumë i lumtur me që në fillim të mandatit, duke i falendëruar dy kryeministrave, ne patëm një mbledhje të përbashkët dhe një nënshkrim të përbashkët me zonjën zëvendës kryeministre Balluku, që tani në fund të mandatit po arrim ta finalizojmë një fazë të rëndësishme. Uroj që mandati tjetër të jetë fillimi i punëve dhe të dyja qeverive, të dy republikave, uroj punë dhe zhvillim të mbarë bashkë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit gjithëve. Një ditë me shumë emocione kjo sot, pasi duket sikur është një moment thjesht për prezantimin e studimit fizibilitetit, por për të arritur këtu ka qenë një rrugë shumë e gjatë. Dhe unë dua t'ju falenderoj gjithëve këtu, Naserin, Ergysen, Benetin dhe kryetarin Gjini të Bashkisë Gjakovës për të gjithë këmbguljen, se duhet ta themi që patjetër ne kemi pasur 3 variante teknike, por ka pasur dhe një këmbgulje shumë të madhe dhe drejtë nga të dyja bashkit, por mbi të gjitha, unë duhet falenderoj mikun tim, Liburn Aliun, të cilin nuk e kam thjesht si gjithë kolegët e tjerë, ashtu siç ne takohemi në për evente ndërkombëtare, por e kam vlla gjaku dhe sot me të ndaj një nga momentet historike jo të infrastrukturës shqiptare, por të lidhjes të pandashme që ka Kosova dhe Shqipëria. Dikur kemi qenë, nuk më kujtohet vendi ku, por kemi qenë së bashku dhe më ke treguar një dokument të viteve 47, e 8 mbaja mendu, e vizatuar në letër, me laps blu dhe laps të kuqe jeshil, që tregonte të gjithë gjurmët e korridoreve europiane, ku Shqipëria ishte vetmja e përjashtuar, duke qenë se në vitin 47 ishim shkëputur nga pjesa tjetër të korridoret europiane nuk na preknin. Dhe aty kemi filluar të bënim planet e para dhe bisedën e parë për hekurudhën dhe se si mund të zhvillonim një tjetër mënyrë transporti, sidomos një transport i cili është eficient financiarisht për qytetarët, është miqësor me mjedisin dhe për më tepër konsiderohet nga Bashkimi Evropian si transporti të ardhmes. Këtu është ngjizur gjithçka. Dhe më pas, vendosëm që punët e mira nuk bëhen thjesht me një marrëveshje qeveritare, por punët e mira bëhen me ekspert të mirë. Dhe duke qenë se qeveria shqiptare tashmë këtë e ka praktik pune, ju kujtoj këtu se aeroporti Vlorës apo tuneli Llogaras dhe gjithë veprat e tjera të mëdha infrastrukturore në Republikën e Shqipërisë kalojnë 2 faza. Kalojnë fillimisht fazën e garës ndërkombëtare për projektimin dhe studimin e vizibilitetit të çdo projekti dhe më pas ne marrim vendime për ndërtim. Kemi rënë dakord dhe kemi ndarë këtë edhe me shefat e 2 qeverive dhe duhet të thënë që kemi gjetur suportin maksimal për të nisur një projekt të përbashkët. Të gjithë ata që punojnë në administratë e dinë shumë mirë se sa e vështirë është që të ngjizësh dhe të çosh përpara një projekt brenda të njëjtit territor, se sa e vështirë është nga një herë të merremi vesh brenda 2 ministrive, apo një ministri dhe një bashki. Imagjinoni se si do të ishte që 2 qeveri vendosin buxhete të barabarta, pothuajse me një ndryshim shumë të vogël, pasi ashtu e deshte ligji, apo 2 drejtori të mëdha, si struktura, si që është Infrakosi dhe Kurudha Shqiptare, që duhet bashkëpunonin gjatë gjithë kohës dhe në mes nesh edhe një komponent shumë interesant që ishte kompania apo konsorciumi i përbër nga kompania shqiptare dhe kompania e huaj, të cilët duhet prodhonin këtë produkt. Pra, për çuditën time më të madhe dhe gjithë eksperiencën që kam në këtë fushë, do të thoja që ka qenë një nga bashkëpunimet më të mira, më të lehta, pa pengesa dhe do ta quaja që është një shembull për të marrë edhe për projekte shumë më të thjeshta nga ky projekt i komplikuar të cilin kemi prezantuar sot.
Siç e thash dhe në hapjet fjalës time, ky është një moment historik për Shqipërinë. Sigurisht këtu nuk flitet për një hekurudh, por flitet për një lidhje kombëtare, pasi është hekurudha kuqezi, flitet për një nukël gjeopolitike e cila e kthen kombin shqiptar në një pol magnetizmi për ekonominë dhe për ndërlidhjen europiane. Shpeshherë flasim për ndërlidhje rajonale, për ekonomi rajonale, por korridoret e infrastrukturës si dhe ato energjetike nuk janë rajonale, janë europiane. Kjo hekurudh do të ndërlidhet me korridorin e 8 përmes të gjithë akseve të tjera të këtij korridori që tashmë janë bërë publike, disa prej tyre janë proces, disa prej tyre janë në kohën e lidhjes kontratës, gjithashtu do të lidhet dhe me korridorin e 10. Por nga ana tjetër prek edhe korridorin Adriatiko-Jonian në një gjatësi shumë të rëndësishme të tij, duke e kthyer kështu si një nyje ndërlidhse të 3 korridoreve europiane dhe duke i dhënë kësaj hekurudhe në dukje kombëtare një rëndësi të veçantë për të gjithë zhvillimin ekonomik dhe gjeopolitik të Europës juglindore. Duke parë të gjithë prezantimin sot, për të thënë të drejtën, unë i kam parë që të 3 variantet. Mund të kishte edhe zgjidhje më të lehta, sepse nuk ka zgjidhje teknike të lehta asnjëherë, po ndoshta pak më të lehta, të cilat nuk do bënin asnjë sens nga ana e fizibilitetit demografik dhe sigurisht nuk do të ofronin atë çka kjo zgjidhje do të ofrojë. Shkodra. Shkodra është kryeqendra e veriut. Shkodra është një nga pjesët më të rëndësishme të Shqipërisë në ekuivalencë të plot me Tiranën dhe Shkodra e meriton që të jetë nyja ndërlidhse e kombit tonë. E meriton edhe për shkak se sot tek futesha në Shkodër dhe tek shikoja ecurin e punimeve në urën e Beçallëkut, aty kur pas pak ditësh do të kemi dhe inspektimet e para, fillova të dalloj si çdo herë kur vi këtu, edhe se kam qenë para 2 muajsh, ndryshimin e madh që ndodh. Shkodra ka marrë një hije të një qyteti evropian, pasi e gjithë kjo bukuri që e ka trashëguar ndër vite ishte fshehur nga një tis, i cili, për të thënë të drejtën, u deshën disa njerëz punëtor dhe me vizion, që t'ja hiqnin një herë mirë dhe t'i nxirrnin sipërfaqe shkëlqimin që ka. Dhe me këtë shkëlqim që ka, Shkodrës i takon plotësisht me ligj dhe me kanun që ta ketë këtë stacion të kombit shqiptar, një stacion e kurudhor i cili unë besoj që pastaj aty do të harxojmë edhe të gjithë kohën tonë për ta dizenjuar ashtu siç duhet dhe për të qenë, siç e kam folur me Benetin, jo thjesht një stacion tranzit, por një stacion si stacionet europiane ku mund të ketë edhe bibliotek, mund të ketë edhe qendër komerciale dhe gjithçka tjetër i përket kryeqytetit të veriut të Shqipërisë. Dhe Gjakova. Gjakova, e cila mbart një histori të jashtëzakonshme, e cila ka vlera të paçmuara si për vendodhjen e saj strategjike, ashtu edhe për ekonominë që zhvillon, por padyshim edhe gjeografikisht për gjithë ndërlidhjen që arrin të bëjë midis Shqipërisë edhe fushë Kosovës. Dhe më pas, unë do të kaloja tek porti i Durrësit, i cili ashtu quhet, po praktikisht ai është porti shqiptarëve dhe ne jemi duke menduar që t'i gjejmë emrin e duhur portit të ri, që ka kaluar edhe ai si ky projekt fazën e parë. Pra tashmë kemi përmbyllur një fazë shumë të rëndësishme, fazën e aplikimit të ofertave dhe vlerësimit teknik të tyre dhe jemi gati për të nisur fazën e dytë dhe me përfundimin e fazës së dytë ne
fillojmë ndërtimin e portit të madh të shqiptarëve. Pasi ashtu siç ju e dini, porti i Durrësit nuk do t'i shërbejë vetëm Shqipërisë, por porti i Durrësit është dizenjuar për t'i shërbyer të dy vendeve, Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe Maqedonisë të Veriut. Duke qenë se porti i Durrësit ndërlidhet me dy porte të thata, atë të Prishtinës edhe atë të Shkupit. Që të dyja këto porte të thata të ndërlidhura me linjën hekurudhore, njëra me linjën hekurudhore që nis nga Vora dhe vjen deri në piklidhje pra në Shkodër për të vazhduar më pas në Prishtinë, dhe tjetra që fillon nga Durrësi. E kemi lidhur kontratën dhe marrëveshjen për financimin e aksit të parë, i cili shkon deri në Rogozhin dhe do të vijojmë me aksin Rogozhin-Pogradec për të bërë daljen në urën e Bushtricës dhe për të kaluar në Maqedoninë e Veriut. Të gjitha këto janë zhvillime shumë të rëndësishme. Janë zhvillime të rëndësishme infrastrukturore dhe politike për trevat shqiptare. Janë zhvillime të cilat përgatisin vendin tonë, Shqipërinë, por padyshim edhe Kosovën, për një kapitull të ri. Për një faqe të re të historisë tonë, e cila tashmë përmbyll të gjithë pjesën e tranzicionit dhe jemi gati për të kapërcyer atë prag shumë të pritur, pragun e Bashkimit Evropian. Kur tashmë ndodhemi të ulur në tryezën e negociatave, kur të gjitha sinjalet të ardhura nga komisionerët evropian, veçanërisht nga komisionera Marta Kos, tregojnë se ndoshta vetëm në 2 vitet e ardhshme ne do të arrijmë që të përmbyllim gjithë fazën e negociatave, sigurisht Shqipëria, por dhe Kosova, duhet jenë gati për këtë fazë me të gjithë komponentët. Dhe një nga komponentët më të rëndësishëm, siç është energjia, është infrastruktura. Ne mund të përmbushim të gjitha detyrat e shtëpisë për sa i përket reformave ligjore apo reformave administrative, por në rast se ne nuk do të kemi të njëjtat parametra në infrastrukturë apo në energji, nuk do të ishim gati për Europën. Kështu që me të vërtet unë i shikoj gjithmonë atë tabelën e fundit të projekteve ku ekspertët me shumë drejt vendosin afatet, dhe afatet i kanë të mirë studiuara dhe zakonisht i lënë dhe një çik më të gjëra nga ç'duhet, por i dashur përfaqësues i konsorciumit, ne këtu në Shqipëri kemi filluar të mbarojmë punët para afatit. Pasi kemi humbur shumë kohë, 50 vite të gjata e më pas 33 vite tranzicion, dhe nuk kemi më kohë për të humbur, ne kemi gjithçka. Ne kemi diellin, kemi detin, kemi malet, kemi fushat, kemi bujqësinë, turizmin, e vetmja gjë që mungon në këtë vend është koha. Nuk kemi më kohë për të humbur, ndaj unë jam e sigurt që nuk do na duan 10 vite për ta ndërtuar atë hekurudh, sepse edhe për tunelin e Llogaras ishte parashikuar që duhet të ishte 48 muaj, por u mbarua vetëm në 22 muaj, edhe për aeroportin e Vlorës janë parashikuar 48 muaj, por përfundon këtë verë, kështu që ne duhet të rendim. Sigurisht, përmes projekteve të sigurta, sigurisht duke respektuar të gjitha rregullat dhe masat e ndërtimit të këtyre kryeveprave të infrastrukturës, por ama duke rendur. Kështu që i dashur Liburn, unë nuk besoj që ne do ta hapim ndërtimin në fund mandatit tjetër. Këtu i ngelet Petritit dhe pjesës financave të dy qeverive që t'i japin një zgjidhje sa më eficiente, pasi sigurisht në këto momente financimi është ai që është sfidues, duke qenë se flitet për një financim të rënd për buxhetet e dy vendeve, por nga ana tjetër unë jam e sigurt sepse e kam mundësinë dhe eksperiencën dhe ulem prej kohësht edhe me kreditorët e huaj, por edhe me konsorciumet të mëdha, dhe Shqipëria ka të gjithë vëmendjen e tregut financiar për sa i përket financimeve të ndryshme apo për sa i përket dhe investitorëve të huaj. Kështu që unë jam e sigurt që në fund të mandatit të 4, qeveria Rama padyshim do jetë në gjendje që të flasë për disa përqind e curi
të projektit dhe jo për nisjen e tij. Shumë faleminderit që u mblodhët këtu sot dhe u mbledhshim gjithmonë për punë të mira dhe për lajme po kaq të mira. Faleminderit Benet për mikpritjen. The combined lengths of the tunnels are 35.3 kilometers. About the travel time, faster trains that stops only at major stations, the travel time reduces to 3 hours. Zotëqimi kryetari i Komunës së Gjakovës, nderuar zonja, për veriun e Shqipërisë, të Gjakovën, për rrafshin e Lukua në projektin e autostradës kombit. Për sot, dua të falenderoj të dy qeveritë për vullnetin dhe vendosmërinë e treguar drejt për drejt me rrjetin europian e korridor për shqiptarët në vitet që vijnë. Kjo hekurud i ndronë epokat. Arrivederci. Angazhimit në mbështetje buxhetore të vendeve tona, por çka do të bëjë që në financimin e këtij projekti të vijë me një kosto. Si qeveri, një nga objektivat tona madhore është garantimi i avancimit apo për thelbësor është edhe fakti që ky projekt përputhet me agendën e konektivitetit të Bashkimit Evropian, duke Etivarit i cili në të ketë rrugë tjetër më të mirë të postë e Sovjes e deri në Balkan. Kjo, këto janë që në fillim të mandatit, duke falëndëruar dy kryeministrave, ne patëm një Benetin dhe kryetarin Gjini të ndajnë nga momentet historike jo të infrastrukturës shqiptare, por të lidhjes të dhe studimin e visibilitetit të çdo projekti dhe më pas në një bashki, imagjinoni se si do të ishte që dy qeveri vendosin infrastrukturës si dhe ato energjetike nuk janë rajonale, janë europe. Kthyer kështu si një nyje ndërlidhse të 3 korridoreve europiane. Për shkak se sot tonin atë çka kjo zgjidhje do të ofrojë shkollës. I cili unë besoj që pastaj aty do të harxojmë edhe të gjithë kohën, mund të ketë edhe bibliotek, mund të ketë edhe qendër komerciale dhe gjithçka tjetër për të shërbyer të dy vendeve, Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe Maqedonisë të Veriut. Duke qenë se porti i Durrësit ndërlidhet me 2 porte të thata, ato të Prishtinës edhe ato janë zhvillime shumë të nuk kemi më kohë për humbur, ndaj unë jam e sigurt që nuk do na duan 10 vite për ta ndërtuar atë hekurud, sepse